Një pjesë e madhe e këngëve të dikurshme të Gjestit janë zhdukur nga rrjetet sociale, konkretisht nga platforma YouTube. Ky detaj i ka rënë në sy fansave të tij të shumt. Bëhet fjalë për hitet Katile, Idiote, Uhalite, Pandemia e të tjera që nuk gjenden më në YouTube. Këngët janë nga periudha e menaxhimit të Gjestit nga menaxheri Samet Potera, me të cilin ishte dakorduar t'ia lë këngët në kanal kur shkëputi kontratën. Megjithatë, këngët nuk janë fshirë, por kanali është hakuar. Aktualisht po bëhen përpjekje për të kthyer kanalin ku kanë qenë këto këngë të ngarkuara, teksa nuk dihet se kush qëndron brapa hakimit të tyre. A është kjo një betejë në heshtje për hitet e dikurshme që kanë bërë namin dhe rrjedhimisht po gjërojnë fitime sidomos nga shtëpia e famshme e këtej? Këtë gjë nuk dim ta themi, por dim të themi se suksesi i Gjestit nuk po njeh kufi. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.